parë dhe nga rilindja demokratike. Së pari, cili do që lexon raportin paraprak të OSBE Odirit dhe ka kulturën minimale në të drejtën elektorale, kupton që zgjedhjet kanë qenë farsë. Janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet, s'ka nevojë të faktoju. Janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet, e thot këtë rekomandimi i Këshillit të Evropës. Janë zhvilluar në kushtet pa barabarta, e thot raporti i paraprak i OSBE Odirit. Që këtu zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje. Kjo, së dyti, ju garantoj se çdo deputet antar mbështetës i kësaj partie do të jetë i lirë të shpreh çdo mendim që ka. Kjo është gjëja më normale. Natyrisht, interpretimi i nenit statutit duhet të jetë i saktë. Statuti bën fjalë për zgjedhje dhe jo për farsa, dhe tani që ta mbyllim këtë punë, do të jetë antarësia e Partisë Demokratike ajo që do i bëj interpretimin përfundimtar. Po, do ketë një garë për kryetarin e PD-s. E hapur, urdhë? Po sigurisht do jem. Pyetja është kjo. Por e hapur ama.